Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV. Dita e sotme ka qenë një ditë që në fakt na ka tronditur të gjithëve. Aktori i njohur Elvis Pupa së bashku me bashkëshorten e tij u bën pjesë e publikut shqiptar me historinë e tyre. Fillimisht u dishuas në Australi në apartamentin ku ato kanë jetuar, kanë krijuar një laboratori kanabisi, por për dritare TV të Rudina Xhungës, Belina Pupa ka dhënë të gjitha detajet dhe arsyetimet përse ka ndodhur kjo gjë nga policia australiane. Belina Pupa është vënë nën hetimin në Australi ku akuzohet për kultivimin e një sasie të konsiderueshme të një substance të ndaluar, si dhe për ndërhyrje të paautorizuar në rrjetin elektrik. Sipas akuzave, zonja Pupa dyshohet se ka qenë e përfshirë në kultivimin e 43 bimëve kanabisi në një banesë të vendosur në zonën Ascot Park. Ngjarja pretendohet të ketë ndodhur gjatë periudhës 1 janar dhe 4 prill të vitit 2025, bazuar në të dhënat e paraqitura në dokumentet zyrtare të gjykatës. Ajo është paraqitur në gjykatën e magjistraturës në Adelaide, por deri më tani nuk ka dhënë një deklaratë të qartë mbi fajësinë apo pafajësinë e saj. Ndërkohë, mbrojtja e saj ligjore ka kërkuar ndryshime në kushtet e limitit me kusht, duke synuar lehtësira që do të mundësonin udhëtime jashtë vendit për angazhimet profesionale. Advokatët theksuan se zonja Pupa ka marrëdhënie pune në Shqipëri, në Shtetet e Bashkuara dhe në Australi. Megjithatë, kërkesa për ndryshim të këtyre kushteve është kundërshtuar nga prokuroria. Duke respektuar të drejtën për të dëgjuar qëndrimin e të gjitha palëve të përfshira në Dritare TV, ka kontaktuar zonja Pupa për një reagim lidhur me situatën. Në përgjigjen e saj zyrtare, ajo shprehet: "Përshëndetje Dritare TV. Çështja lidhet me një pronë që është dhënë në emrin tim, por e dhënë me qira. Procesi gjyqësor është në zhvillim dhe do të shërbej për të sqaruar faktet. Nuk mund të komentoj më tepër për momentin për shkak të hetimeve që janë ende në vijim dhe për të mos ndikuar në ecurinë e çështjes. Ju falenderoj që më kërkuat një koment përpara se të publikoni ndonjë informacion të pasakt. Disa nga imazhet e përdorura janë marrë nga burime të hapura në internet ose konsiderohen si pjesë e domenit publik. Imazhet të cilat janë bërë publike ditën e sotme në rastin e Elvisit." Gjithashtu, Belina, bashkëshortja e Elvis Pupës, nuk ka dhënë informacion të detajuar në qoftë se Elvis Pupa është ka ikur, do me thënë, nga vendngjarja për të mos u arrestuar nga policia australiane. Nuk kemi një deklaratë të tillë. Nga lajme që po lexojmë moment në moment dhe që po mundohemi të japim informacionet më të fundit rreth kësaj ngjarje që sot na ka tronditur të gjithëve, thuhet që Elvis Pupa është në Arati, por nuk kemi diçka të detajuara nga Belina. Do me thënë, nga vetë Belina, një informacion për Dritare TV, janë vetëm këto informacione që është thënë se është apartament i dhënë me qira që ka të bënë në emër të Belinës. Do me thënë, nuk është një laboratori e ndërtuar nga Belina dhe nga Elvisi me 43 lloje të bimëve kanabis, të cilat janë kultivuar normalisht për të shitur. Gjithsesi, puna e ka lidhur Belinën për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Australisë edhe Shqipërisë. Momentalisht pritet që të jetë në lirim me kusht, që Belina të ketë të drejtën të udhëtojë në shtetet paraprake, por edhe për të kuptuar se si do të vijon procesi i hetimeve në vazhdim.